Mas pari kam shok, që më rrit me ta, edhe kam shok, fillimisht e kam shok. Pastaj e kam edhe familjarë. Po përveç kësaj, unë nuk e kam mbrojt vetëm ato, jem duke mbrojt për ditë çdo biznes që po i cënohen të drejtat. Na po harrojmë që sot blejna mbi 200 milion euro zallë prej Serbisë. Ndërsa vetëm shartësemit të Greqisë ju ka dhënë leja me punu në Kosovë. 200 biznese i kanë mbyll vetëm vitin e kaluar, po kjo qeveri. Licencat u amori, po? Po jo more licencat. Ata kanë kretë licenca aktive. Jo se plotson, vetëm e blezon për Serbisë. Pse edhe si vjet, vetëm në shartësimit. Nuk është më kjo normale, a do të me pasën shefin pronarin do thot grek, e më shku me bo pushimet në Greqi, e më taku me kretë rrethën e Miloševićit, se ti po më thu Eran, po nuk është Eran, se ky është targat edhe është djali Miloševićit. Ja, nuk është djali. Jo, është djali Miloševićit, se përderisa shkon i bën pushimet me njerëz të Miloševićit, që na kanë vrarë, na kanë pre, dhe nuk është në gjendje asnjëherë me shku në pushime në Shqipëri, që është thirrë në patriotizëm, dhe nuk është në gjendje me shku në asnjë vend tjetër në pushime në botë, po shkon dhe mon konferenca me njerëz të Miloševićit, është vetëm djali Miloševićit. Dhe dëshira e Miloševićit ka qenë spastrimi i Kosovës. Dhe çka është të bëu Albin Kurti është të spastru Kosovën. Çka boni para 2 ditësh në veri atje? Shkoi e prishi villat të cilat janë ndërtuar në kohën e Albinit. Villa Radojčićit është ndërtuar në kohën e Albinit. Cili do qytetar të Kosovës si betona dhe jam gjendje mja dhon 1 milion euro veç të del çaja villë që është ndërtuar në kohën e Hashimit. Ose në kohën e cilës do parti tjetër. Është ndërtuar në kohën e Albin Kurtit. Dhe sot, veç me na prish frymën, edhe veç me na thonë ne si shqiptarë që jemi dhunues të drejtave, veç me mbulu kërimin që është ja bu këtij vendit Albin Kurti, për marrëveshjen e Ohrit, për servizimin e Kosovës, del dhe merret me villat atje, të cilat janë ndërtuar po në kohën e tina. Çka tregon aksioni? A tregon që zgjedhet po na vijnë, se po komentosi i tillë? Jo, aksioni për popullin mundet me tingëllu ashtu. Po për mu nuk tingëllon. Se villat janë ndërtuar në kohën e Albin Kurtit. Nuk janë ndërtuar në kohën e Hashim Thaçit. Ja me vend bast me 1 milion euro me cilin do shqiptar të Kosovës veç let del që çaja villë është ndërtuar në kohën e Hashimit ose kujdo tjetër. Se nuk e shihni si veprim. Një sekond të lutem. Po. Ajo villë është ndërtuar për më hedh sy gjithë shqiptarëve të Kosovës. Për me servizu Kosovën. Ktu është e keqja. Sepse po dalin mediat ndërkombëtare po thonë që na jem dhunues serbëve. Çka kanë jem të dhununa? Po ja prishëm shtëpiat, po ja prishëm këto pa leje, pa xhona. Cilat shtëpia e villat që ndërtuan në kohën e Albinit, villat të cilat nuk kanë qenë kurrë banueshme, po janë ndërtuar vetëm i prish sot, edhe më u thon popullit nëna, që një Beshlieraj Mitrovicën edhe kush jam ne? Çka, kush jeti? Në kohën tonë është ndërtuar e villë. Kush jeti? Në kohën tonë po i hedh sy këtë popullit, ndërsa në anën tjetër në heshtje po legalizohen të gjithë serbët, po marrin edhe kriminalet që kanë dhënë motrat tona, që kanë vrarë nonat tona, që kanë vrarë 1.500 po gjenocidin që është bën në Kosovë, po vinë ata gjenocidialet, po marrin dokumentat Kosovës, po marrin pension të Kosovës, po marrin shtesa për fëmijët Kosovës. Krejt këto ky plan Cybrylevicit është të realizu Albin Miloševići. Kërkush tjetër? Në sy të publikut, në sy të publikut, në anën e majt, në dorën e majt, i kanë ndërtuar villat në kohën e tina fillestare të qeverisë në vitin 2020-2021, kretë ato villa e ndërtuar në atë kohë, 2022. Sot, për me realizu marrëveshjen e Ohrit që kanë nënshkruhen, për me i thonë popullit që unë jam patriot, edhe jam puro patriot, po shkoj Beshlieraj Mitrovicën, po i prish ato, ndërsa në anën tjetër janë të hyj letrat të e servizu Kosovën. Janë të hyj 700.000 shqiptarë, 700.000 serbë, me marrë dokumentat. Dhe nesër, po ky që më thu ti edhe më akuzon, edhe plot tjerë, mos i thuj Albin Miloševići, ata 700.000 serbë të kujna janë? A e Miloševićit? A e në serbë? A e në serbë? Ta që vinë prej Serbijës, a e në serbë? Serbë janë. Qa po bëhet me Kosovën? Po serbizohet Kosova. Për kanë kemë luftu. Zajednicën po zbaton thu. Cëllën Zajednicë? Zajednica është kry. është zbatu, është përfundu. Tash është plani pas ajës është beja, pas Zajednicës është serbizimi Kosovës. Ti po thu për zbaton, e në anën tjetër Kosova sërish në sy të komunitetit ndërkombëtar po shihet
si një vend, Po si një vend që shihet se del Armend Muja, Armend Hajni akreditum, del shkoni prish villat atje, kishë po bëjnë diçka. Villat që ndërtu në kohën e Vaton Pecit. Kush është Vaton Peci? Ministri Albin Kurtit. Krejtë ndërtu në kohën e tina. Ky është veç të jo hedh hi syve shqiptarëve. Kosova po mbetet izoluar. Jo izolume. Kosova është duke u xhbo. Për ata që e kuptojnë, për ata që marrin vesh, Kosova është duke u zhbo. Kosova është duke hup shtetësinë e saj. Kosova me serbizimin e Kosovës nuk do t'jetë më kur shtet i pavarën. Mirë për ne çka na ka gjetë. Dhe urojt kthjellet ky popull, sepse për Zotin Kosova po serbizohet çdo ditë. Dhe unë parashikoj një luftë që do të ndodhë, ndoshta do të ndodhet më shumë se për gjysmë Kosova, dhe nuk besoj që do të ekzistojë më si shtet. Edhe krejt to fal Albin Miloševićit. Sepse marrëveshjen e Ohrit e ka realizuar komplet dhe një prej pikave kryesore është serbizimi i Kosovës që është duke ndodhur komplet. Po prishi villa, bëhen lajme mediatike që na jem popull dhënues, jem popull i poshtër, jem popull legend, i dhënojna minoritetet në Kosovë, ndërsa në realitet nuk ka popull ma fisnik. Në Turqi kena 22 milion shqiptar, në Prizren me do shqiptarofilat të cilët janë shqiptarë dhe në shku më regjistru veç mi marrë do funde prej tyne, si Turq kanë të drejtë të gjuhën Shqipe. Ndërsa në serbët që cilët jetojnë Graçanic, jetojnë si me jetu midis Serbie, kërkush nuk i ngacmon. Jenë zemër Kosovës, jenë qendër Prishtinës. Ende paguajnë me dinar, aty që ata të kom hek dinarin, kur dojnë, cili do shqiptarja vërtetojnë me të shkoj dorë për dore, edhe ka me pagu prap me dinar edhe nga Graçanic. Do të serbët jetojnë më të lirë se midis Beogradit. Kërkush nuk i ngacmon. Unë mund ndodh luftë. Po shvendi po shkon drejt luftës. Po, se ata të cilët i ka prek lufta e fundit, ata nuk e tolerojnë familjarën e vetë që ka dhënë jetë edhe me doru. Nesër me ta kthy ty Serbia mrena. Po kjo është ta kthy me letra mrena. Ka me ta marrë kryeministër nesër mas nesër. Nëse jo në çdo zgjedhje që po shkojmë çdo zgjedhje të tetorit, që është të kërku kjo me do e mos mi marrë 80%, edhe mu bo një Kim Jong, një vend diktatorial, mi marrë dhe mi mbyllë, se rektori po shihet, dege vetëvendosjes. Tash kryeprokurorin e mori, u pa në intervista edhe funksionaliteti tina se sa është jaftë në punu, po shihen edhe institucionet policore të cilat lunë me ta, bën çka donë me ta, tash edhe presidentin po e kërkon që t'i ketë të gjitha pozitat 100%. Ndërsa në anën tjetër po e serbizon Kosovën. Për çka po i vijnë krejt këto? Po i vijnë vetëm me serbizu Kosovën. Dhe në zgjedhjet e ardhshme, lista serbe dhe lista shqiptaro-serbe, që është lista vetëvendosje, kanë me ta marrë ty qeverinë rregullisht. Dhe këtu ka me të krisë lufta. Sa ata serbë nuk do t'jenë asnjëherë në Kosovë. Ata serbë do të votojnë me post rregullisht. Në veri ka me të financu Serbia me dojmës, ka me ndërtu shtëpia aty në, e ka pasondër rregullisht daljen e Adriatik, dhe është duke ja mundësu zotëri Kurti me dalë Adriatik, ka dale. Ti vrajti një 7-18.000 në kohën 97-99 Serbia, tash ti ka spastru Albin Kurti, ti ka qitë jashtë edhe një 240.000 vetë pa orë në qeveri, edhe një 240.000 të qiti mas janë qeveri, Kosova kanë vetë në 1 milion, prej sa ishim 2.700.000 që nuk kemi qenë të regjistrum në atë kohë, gjatë kohës e luftës, sot kena orë në 1.500.000 banorë. Në sytë të publikut, votuesi tregon që zoti Kurti shihet si një hero. Nuk shihet si një figurë që po e servizon Kosovën, siç po thonë. Zotri Kurti do të jetë tradhtari më i madh i Kosovës dhe do të jetë heroi më i madh i Serbisë. Pas Miloševićit, në Serbi do të nxënë një nga figurat kyçe do të jetë Albin Kurti. Nuk do të ketë njeri i cili ka ndihmuar më shumë Serbisë se sa Albin Kurti pas Miloševićit. Bile do të renditet më lart se Miloševići, sepse Miloševići ka humb territorin e Serbisë, ndërsa Albin Kurti po i rikthen territorin e Serbisë. Do të jetë më i vlefshëm se Miloševići për serbët Albin Kurti. Se vetëm serbizimi i Kosovës e dërgon aty Albin Kurti me fitu atë çmim te Serbia.
Dhe njerëzit duhet me kuptu këto, përderisa unë jam në gjendje me vë bas me cilin do shqiptar të Kosovës, me nga 1 milion euro, për krejt ato villa në veri, të cilat janë ndërtuar në kohën e Albin Kurtit dhe sot po prishën përsëri në kohën e Albin Kurtit veç me thonë që pështira e Kosovën, le të vinë të vënë bast. Po jo amajti. Edhe dje ishte edhe për vjetori i një fitore të madhe juridike për Kosovën si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare, kur gjykata ndërkombëtare i dha drejt Kosovës se pati se pavarësia ishte e ligjshme. Ndërkohë në atë kohë vetëvendosja në një fletush këtë saj, kishte nxjerr momente duke thënë se nuk ishte i bazuar vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Çka tregon historiku i krejt operimit televiziv vetëvendosin? Po, a përshët sa mirë për citën, që nuk është i bazu, nuk na vjen pavarësia, çka ka planifiku? Bashkimi Kombëtar. Çka ka kush bashkim kombëtar? Kështu ka thënë vet. Po ka desh me dhonë edhe Kosovën në Shqipërinë, mja dhonë serbëve. Kjo ka qenë ndërtina. Për ka ardhë? Që me bo bashkimin edhe mja dhonë të dyjat Sërbijës. Edhe me bo dalin Adriatik. Për këto ka ardhë, po nuk i ka dhezë. Për këto i ka dhe 2 dëshmorë, Arben Gjeladinin dhe Mon Balin kundër pavarësisë Kosovës. A ka më keq sot përsëri na mi citu, mi prek familjarët e tyne për budallakinat e Albin Kurtit.